Ne sapo e përfundum një mbledhje të kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës, ku prej pikave më të rëndësishme ishin edhe përgatitjet për zgjedhjet e 7 qershore që do të mbahen. Është një punë e madhe, një punë voluminoze, dëshiroj të falenderoj gjitha strukturat Partisë Demokratike, anëtarët e kryesisë, shtabin dhe gjithë ata që janë të angazhuar direkt, që janë të angazhuar në këtë proces. Jem në fazën e përgatitjes edhe të sloganit, edhe të programit, edhe të listës zgjedhore dhe gjithçka çka të ka të bëjë me fushatën. Jam i bindur se kemi përgatitje të mira, jam shumë optimist, jam i bindur që në listë do të ketë vajza, gra, djem, burra me shumë vlera. Një pjesë e madhe tyne do të jenë që garojnë për herë parë për deputet, dhe jam i lumtur që po ka njerëz të përgatitur që po bashkangjiten në radhat e Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe një temë që është diskutuar, që pritni edhe ju mediat me pas përgjigjen këtë temë, është edhe një kërkesë, një letër që ne si Partia Demokratike e Kosovës e kemi pranuar nga kryetari i Partisë Nisma Social-Demokrate zoti Limaj, e kam mik, kam punu gjatë me to, kam vlerësim shumë pozitiv për zotin Limaj, është diskutuar në Partinë Demokratike të Kosovës, është qendrim i përgjithshëm, pjesa dërmuese e anëtarëve të kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës, që e presëm edhe mirëpresëm kontributin e zotit Limaj të Nismës Social-Demokrate që në këto zgjedhje do t'japin Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe jemi bindur që kjo përkrahje do të reflektoj në rritjen e votës për Partinë Demokratike të Kosovës edhe si rezultat i këtij angazhimi. Sigurisht se zoti Limaj në të ardhmen, në proceset e rregullta të mbrëmshme zgjedhore, është i mirëpritur që të jetë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Sa i përket garimit në këtë listë, është qendrimi i përgjithshëm që fillimisht do të ndodhë një përkrahje për Partinë Demokratike të Kosovës, një vullnet i mirë nga una Nisme Social-Demokrate dhe pastaj në zgjedhjet e ardhshme ne do t'i trajtojmë kur të vinë ato në mënyrë më të duhur që është e nevojshme. Po kësaj radhe, zoti Limaj nuk do të jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk ka veç temi të qartë, se pyetja është prej juve, pritjet janë këtu. Përndryshe për hir të korrektësisë, emrin e vet, ju keni pa letrën. Zoti Limaj nuk e ka vendosur që on do të jem pjesë edhe kërkoj me qenë pjesë e listës demokratike të Kosovës. Nuk ka qenë kjo kërkesë. Ne sot bisedum në kryesinë e Partisë Demokratike të Kosovës. Kryesia është organ vendimars, në një diskutim shumë të hapur, shumë demokratik, i kanë shprehë mendimet e tyre, unë po ju siguroj që pjesa dërmuese me unanimitet kanë qenë që veprohet këtë mënyrë që është vepruar. Domethënë që Nisma Social-Demokrate në të ardhmen, gjithë anëtarët, ata që dëshirojnë, po edhe jashtë nismes, me mundësi me qenë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Po kësaj radhe nuk do të ketë të përfshirë në listën e Partisë Demokratike të Kosovës si në rezultat i një marrëveshje politike. Po qartësona, i një marrëveshje politike, nuk po flas se në publik kanë thonë asnjëherë nuk është ngritë çështja kërkesa që zoti Limaj të jetë pjesë e listës garuese. Përndryshe, e përmend edhe zotin Ladroci. Zoti Ladroci është kryetari i komunës së Drenasit, është anëtar i Këshillit të Drejtues, por nuk është anëtar i kryesisë. Zgjedhjet mohen për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ne të gjithë garojmë për një vend në ulset për deputet në Kuvendin e Republikës të Kosovës. Është bërë një trend, një modë që po nominohet një kandidat për kryeministër, ndërsa realisht gjithë garojmë fillimisht për deputet dhe pastaj varësisht prej numrit të ulseve dhe varësisht prej mundësisë të ndonjë marrëveshje politike pas zgjedhjeve, ne kemi mundësi që të flasim edhe për proceset edhe për institucione tjera.
Absolut jo, edhe unë jam kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës. I vlerësoj, i respektoj, i ndëgjoj mendimet e të tjerëve, diskutimet e të tjerëve, mirë po nuk kur njëtë s'kun funksionue në bazë të asaj nëse dikush thot po hjekna, po hy, nuk funksionaj ashtu.